Është një çështje që duhet më potencu se qytetarët nuk kanë informacione, po edhe ekskluziv për televizionin e juaj. Deputet nuk marrin meditje në seancat që janë të shku tash. Nuk marrin meditje. Është seanca e 19, opinioni është në një mjegull, unë kom dëgju shumë llafe për shumë qytetarëve, të thonë që deputet marrin çdo seancë ka 100 euro ose 200 euro. Kjo është ekskluzive, po e them sot edhe sa më shumë me u informu është më mirë që deputet nuk marrin meditje në këto seanca. Për pjesën e rruga është diçka tjetër. Për meditjet jam të thonë që nuk ka gjë reale. Ja nuk është Pa më rëndësi me marrë meditje me po institucionet ta mos me marrë meditje. Nga ky ngërë që dalja ishtë dashtë në konën votimi i fsheft. Në Gjermani votohet qeveria me votat në shefta. Do të herën e parë Merz nuk i murë votat e para. Po pas dite i në pikërisht edhe nga vetë deputet e partisë ti do të nuk u votue, mi tregu që do të ka pas disa lëshime gjatë fushatës edhe pas fushatës. Dëgjoj këta pe quajnë të jo të drejtë votimin e msheft, partitë e opozitës. Vetë thon ma herë